Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të Drejt për Drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe për gjithë teleshikuesit e rregullt të këtij emisioni dhe të kësaj fashe orari, jemi live edhe në radio News 24. Ditën e sotme do ndalojmë tek historia e një zonjë 61 vjeçare nga Fushkruja. Ajo është nëna e 4 fëmijëve, në fakt ajo ka sjellë në jetë 6 fëmijë dhe prej shumë vitesh ka humbur rreth viteve 2000 2 fëmijët e porsalindur. Por çfarë ka ndodhur me eshtrat e 2 fëmijëve të cilat janë varrosur në tokën e kishës? Kush është përballja pikërisht me bashkëshortarin e saj, me një person i cili ka zhvarrosur 2 fëmijët e 61 vjeçares për të varrosur të birin 14 vjeç? Historia është në kufite të pa imagjinueshmes, në kufite të një horrori. Për të gjitha këto do flasi vetë 61 vjeçarja, por do të mundohemi që nga ana tjetër e telefonit të dëgjojmë edhe zërin e zotrisë që ka varrosur të birin 14 vjeç duke zhvarrosur 2 foshnje, të cilat njëri nuk ka arritur të jetë në muajin e 9, pra në muajin e 8 të shtatzanis, zonja ka bërë një lindje dhe më pas fëmia nuk ka jetuar dhe fëmia tjetër ka vdekur kur ajo ka qenë vetëm 9 muajshe. Të gjitha këto do t'i tregoj pas pak për mënyrën e të lindurit rreth viteve 2000, ndoshta edhe në ambientet e shtëpisë. Të gjitha ata që po na ndjekin transmetim të Drejt për Drejt do pyesin si ka mundësi që edhe në vitet 2000 lindjet janë bërë në shtëpi. Të gjitha këto i rrëfen në vetë të parë ajo që e ka përjetuar gjithë këtë tmerr. Fillimisht ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi me 61 vjeçarin, por dhe me panelistet tona. Historia e sotme i kalon caqet e një ngjarje normale, pasi ka të bëjë me thirrjen e një gruaje në moshë, e cila ka rrëfyer për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, se prej vitesh është në konflikt me fqinjët, të cilët sipas gruas i kanë marrë pa drejtësisht tokën në Varrez ku preshin eshtrat e 2 prej fëmijëve të saj, që kanë ndëruar jetë në moshë shumë të vogël. Sikur të mos mjaftonte, kjo gruaja pretendon se varret e fëmijëve janë zhvarrosur dhe brenda varrit është varrosur trupi i fëmijës së fqinjit, dhe ajo pretendon se ende dhe sot e kësaj dite nuk di se ku ndodhen eshtrat e tyre. Për te i dhimbjes, gruaja kërkon drejtësi nga instancat ligjore. Ndiqni rrëfimin. E denoncuar ky rast nga vetë 61 vjeçarja kalon çdo cak të imagjinatës njerëzore se si mund të zhvarrosen 2 fëmijë të cilët nuk ja kanë dalë mban qoftë për të jetuar një ditë të vetme jetën e tyre. Nëna e 4 fëmijëve ka humbur pikërisht në muajin e 8 dhe në muajin e 9 të shtatzanis 2 fëmijët e saj, i ka varrosur në tokën e kishës dhe më pas fqinji i ka zhvarrosur. Por kur janë hedhur dhe ku janë trupat e zhvarrosur të 2 foshnjeve, ne do ta mësojmë pas pak nëpërmjet një tmerri që tregon 61 vjeçarja. Dhe ndërkohë në varrin e 2 të miturve, pikërisht fqinji ka varrosur djalin adoleshent 14 vjeç. Përpara se t'i jap fjalën 61 vjeçares, ju prezantoj panelistet e mia, Gjeni Londo, avokate, përshëndetje, mirë se erdha. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jon klinike, përshëndetje Eksen, mirë se erdha. Përshëndetje. Më thënë është një nga rastet më tragjike dhe të pa imagjinueshme, që kalon çdo ndjenjë njerëzore, çdo imagjinat njerëzore. Megjithatë, 61 vjeçaria është me mua në studio, zonja Angelina, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se gjeta. Fillimisht do doja të dija, një zonjë kaq fisnike, nënë e 4 fëmijëve, 2 vajza të martuara dhe 2 djem beqar në shtëpi, ka humbur 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, të cilët nuk i kanë mbijetuar shtatzanisë së plot, sepse në muajin e 8 të shtatzanisë ke humbur një fëmijë dhe në muajin e 9 të shtatzanisë në vitin 2000 ti ke lindur në shtëpi, do ma tregosh vetëm pas pak, fëmijën tjetër i cili nuk mbijetoi dot. A mund të më thuash pse ke fshehur portretin tek teleshikuesi? Çfarë të trëmt mos jesh një zonjë kaq fisnike në këtë vend që jam ulur unë? Unë po tregoj. Kam 4 fëmijë si kam gjallë, 2 vajza, 2 çuna. E 97-ën unë u rrezikova në shtëpi. Unë karrocë kalit, po hesha me byk, e në rash nga najt,
rash në kanal. I thonë në kanal i madhë. Ato më doli fëmija. Pra, ka qenë aksidentale fëmija i parë, apo jo? Parë. Ti ishe 8 muajsh e shtatzan. Po. Nga një aksident që gruaja në fshat, sidomos edhe në ato vite, apo jo, ishte shumë e vështirë që të ishte edhe shtatzan, por edhe të bënte punë të fshatit. I vështirë fshati, apo jo? Shumë. Për para se të dalim të kërkoj ndjes tek fëmija i dytë dhe si ke mundur ti të lindësh në kushtet e shtëpisë në vitet 2000, sepse për publikun është e pa imagjinueshme, duket sikur për para viteve 90 ose më mirë për para viteve 40, ndoshta ka ndodhur e gjithë lindja në shtëpi, do t'i tregojmë të gjitha këto. Unë të pyeta në mënyrë të drejtë për drejtë, pse vendose ta fshehësh portretin tënd fisnik tek publiku? Pse mos ta shikojnë publikun zonjën Angelina? Pse me kurriz? Unë me korris, nuk du se të më dëgjoj fëmija, djali. Nuk do që t'vjen të tu të... Nuk i kam të regu fëmis. Po pse? Po ato nuk do t'a marrin vesh tani që ti ke dalë në emision? Jo, nuk më shofin me ftyri që. Nuk e shohin? Jo, nuk e shofin. Nuk e E shohin? në unë i thamë, kam shku e zemrë hapër, nuk kam dalë publik. Nuk e dalë në publik. Nuk kam dalë pra, publik. janë djemt ata që në një farë mënyre janë të shqetësuar. Mirë, e sqaruam këtë gjë për publikun se ta bëra pyetjen, por me shumë elegancë se ana shkalove. Atëherë, le t'i rikthehemi pak lindjes së dytë. Deri në muajin e 9 të shtatzanis, ti si grua e fshatit i bëhet çdo punë. Pse ke lindur në vitin 2000 në shtëpi? Po, 2002-shin, prap. 2002-shin? 2002-shin. Po? Fëmija e dytë, prap kam qenë të bëjt kasht. Misri. Si 9 muaj e mbaj edhe kashtën? Isha vetme. E vetme. E në prap shkova ke ora, merë tokë me qara. Merë tokë me qara. Merë tokë me qara? Me qara. Se nuk isha tokë, se ma kishte mori komshia. Tokën. E në s'kisha tokë, merë me qara po largë. Nuk isha njatë shpis pa marë. E në tu arru, shkova si kisha një lopë. E në të lopër ma pa dëmë kretari kooperativës, se nuk isha me fjallë. Nese, e majtë shkova mora atje unë, ishte të ofërë një stuhije madhe, e në më hiku prap kolli. E në më hudhi prap në kanal, se në kanalet të mdoja. Atje për si bjelumi uje, kanë hapë kanalet të mdoja. E në prap arshit, më hiku kolli. Balde madhe, se veshe mlartë atje në naron. Balde madhe, e në njëllë të karrosa bëhes për 8 kanale. Me fëmijën e dytë ishe 9 muajshë? 5 ditë më hinë në muj ma. E më doli. Po fëmija, as kishe kush me më prej kërtizën, as i gja. Ti vajte në shtëpi? Jo, s'kam shkoj që fare. S'kam shkoj që fare. Jo, hiq fare. Po ka ardhë nana ime, ke shpë ime, unë e kam 500 metra. A një ka thonë vira, nuk o merdi Gjelina. Ka shku me morë kashtë për lopën. E, ka thonë pa shkojon. E në ka ardhë. Pa e kishim disa metra shumë larga, tokën. Ku ka ardhë atje, më ka i gjetë nën karrocë. E në fëmija dalë. E ka morë fëmijën. Ti kishë ndruar pa ndjenja, së bashku me fëmijën e lindur? Pa ndjenja. Pa ndjenja. E ka morë fëmijën, më kalon ato, si ishte karroca, kapatës. Fëmija lindi i vdekur nga ky aksident? Fëmija, e ka gjetë tu maruma, se s'kishte kush, kam në 5 orë atje unë. E kuptoj. E ne, kur ka morë fëmin, më kalon ato s'kishte qa me bë, karroca ishte thykrit, më gjithë kollë, s'ka pas qa me bë hiq, ka arke shpija. E ne, ka shku mrapa, moja kalon fëmijës vjerës, e ne ka ardhë, ka morë karrocë dore. Kështu, e ne ka ardhë më ka morë atje. Pra, me karrocë dore? Me karrocë dore, që shërben për punët e fshatit, ajo t'ka marrë ty? Karrocë dore si që janë, ta karrocët e dorës. Po, karrocët e dorës, se kuptojnë. Pa ato përdoren për punët e fshatit, në karrocën e dorës, ka marrë ty bashkë me bebin, apo jo? Jo, bebin e ka qunë shpia. E kanë qunë shpi. E ka qunë shpi. Kushe bëri prerin e kordonit? Ja, po, shkishëm që ma prej ajo. Ka qunë shpia ka vdek ajo. Vdik fëmija. Me gjitha të ti ishe lidhur me kordon me bebin? Me bebin. Po. Që ato, mi fjallë ka morë karrocën e dorës, ka ardhëm, ka morë, më ka prukë shpia, as makina s'kishtë, as gjanë nuk ishte. Zonja Angelina, të bëj një pyetje, kur ti kishe një incident më të parshëm, që në këto kushte, në muajin e 8, të kishte ndodhur një incident. Pse vazhdove që në muajt e fundit të shtatzanis, ti të bëje, se te isha e vetme,
punët e fshatit, të ngisje karrocën, 9 muajshe shtatzan të ngisje karrocën? Kishe fëmijët për të majtë. Dhe të hajshe më bukë, ku? Pse ishe vetme, po burri ku ishte? Burri shkojte në pazar, dolin që ta bidana, këllëquqen që ta gjana i merte, ishte qëjte milot, gjase pashes. Pra, aji të tjera punë, ti të tjera punë? Ishte për pazar, po. Këtë dilte mjesët vitë më dalë. Aji shkonte shiste produkte të cilat me fitohu për i lek, po. Po pse nuk bënin një ndrim të roleve, duke qenë se puna në fshat është më e vështirë, aji të mere me punë të fshatit dhe ti të shkoje të bëje shitjet si që bëjnë edhe zonjat e tjera sot, që vinë nga fshati. Po kisha fëmijton. Kisha edhe fëmijët. Kisha në fëmijët, e në vjerën e kisha më janë dorë. Pra, duhet kujdeseshe për burrin, për vjerën, për fëmijët edhe për tokën. Për tokën, e tokën vetë. Edhe 9 muajshe shtatzan të ngisje edhe karrocën. E nëse di kam 50 hektar tokë, i kam betëm me qera. 50 hektar tokë? I kam kryt me qera e të marrë me vetë punoj? Vetë punoj. Prapë edhe sot? Prapë edhe sot. 61 vjeqe? 61 vjeqe. Para orës 12 nuk bjerë natës në herë. Dhe me thënë, ti ajo gruaj e heroin e ditëve të sotme, por dikur edhe sot, njësoj. Në kur ka ratër meti, mu nuk më ka ardhë komuna asni, vetëm të më vo kamen. Aj shumë si mi më bërsyll. 26 vjetë mu ma ka harë tokën të mleshe, i thanë. Ka dekaj, me gjithë djemët. E në lufta, por në ka konfliktet në fshat janë të pa fundme, por ne do ndalojmë të konflikti kryesori këtyre dy fëmijëve, për mënyrën se si ti ke bërë aksidentet e tua një pas njëshme. Po, një pas një tjetërës. Dhe për fatin e keq, ata kanë ndruar jetë, nuk kanë rritur të mbjetonin për shkak të aksidenteve të tua, pra ti ajo gruaja heroin që çdo 8 mars ne i kujtojmë në fakt. Por le të ndalojmë pak tek një problem tjetër. Ju vetë personalisht, në tokën e kishës, keni marrë këto 2 foshnjët pa mbjetuara dhe i keni varrosur. Po, me krytar komisioni kishë. Mund të më thuash pak? Ja, i ka qumë nana ime ke shpia, ka shku ke krytari komisionit kishë, se nuk fët kusht ke varres, pa pas kemi krytar komisioni na. Kishe. Ka shku e ka marrë, e ne ka cakto venin. Ku kam babën, se nuk lejohet me shku me fët tjetër kuj. Nuk të lele kushtë, se ka gjithë se kushtë drejtimin e vetë. Kisha kam mbledhur një komision? Po, kisha ka tokën e vetë, kisha. E në familjarë, që jena fe katolike, ka gjithë se kushtë pjesën e vetë. Qartë. Të shte, si për kam mund babën, si më pa dekën në të treshin baba im, e njërzit, mi fjallë, e në poshtë, kam mund ma të këtëja i mu venin. Ku me fotë fëmijët. E në ki mrapa, ka qonë këtë tjetërin prapë, mi fjallë ju i keni bërë varë normal të 2 foshnjeve? Jo, nuk i kam bë varrim, ata mi fjallë i kam bërë kryqe. Jo, varrim, një varë normal, kishte një gurë. Nuk i bëhet, vetëm e linë të fëmijin, si të moshë vjetin, i bëhet varri. Ta 2 si kam fëtë mrejna unë, kur dhe ason hi vetë, ke fëmijit e mi. Ta kemi na, mi fjallë. Dhe nga 2002, të 2 foshnjet kanë qënë në të njëjtin në varë? Po, 2018, deri në 2018 gjithë shka ishte normale. Unë e kam rëthu venin. I kishe rëthuar, po gurë, emër, kishe vonë? Ma kanë shkatëru, ata mi fjallë vetëm janë bëllë, më kanë lanë. Sa varë kishte në oborrin e kishës? Shumë janë 3 fshatra. 3 fshatra? Bilaj, Mërqina, Dërveni, Gramza, gjymëse Gramzës. Në 4 fshatra që ato. Pra 4 fshatra në tokën e kishës, por që mblidhe gjithmonë një komision kur vdes dikush. Po, ashtë komisioni kishës. Ka vdekaj, ka hi tjetëri, ka vdekaj tjetëri, se me tha, mi fjallë që qështë se vdikë, në la lirë të shtaj. Në basë këtyre 2 lindjeve shumë aksidentalet, cilat nuk arritën foshnjet e tua, një djalë dhe një vajzë të mbjetonin. Ti ke lindur fëmijët e tjerë? Ja. Jo. Këta ishin 2 fëmijët e fundit. Ta ishin 2. Pra, të gjithë fëmijët që ke, 2 vajzat e martuara dhe 2 djemë beqarë në shtëpi, kanë lindur përpara këtyre 2 foshnjeve. Pra, ti do ishe nëna e 6 fëmijëve. 6 fëmijëve, po. Atër, unë blodhë komisioni kishës, kishe një varë të përbashkët për 2 foshnjet, dhe deri në 2017 çdo gjë ishte normale. Normale. Ndërkohë ti ke një konflikt me një person sot, të cilin do ta diskutojmë pak më vonë. Si u përjetua në familjen tuaj, nga burri, nga fëmijët, nga vjera, vdekja në mënyrë aksidentale e këtyre 2 foshnjeve? A ndjeshin do pak fajtor ato për punën e rënda të fshatit, që ti një grua duhet të ngisje karrocën? E kisha vetë, për çdo gjë i bëj vetë. A të këshillonin ndonjëherë ata që ki kujdes, mos puno kaq shumë, Po më folë të vjera, po
Fëmija i shajte se kisha mja ndorë, ti dhanë me hare, vetë punë, prapë. Fëmijët si e përjetuan, sepse ku shikoni në shtatë zanë, besoj se e pristin me padurim, me gzim, lindje në një motre dhe një vlaji. Po s'kishin që me thanë, që atë thyshin. U hidhruan, besoj? Po, shumë. U hidhruan. Shumë u dhe shto, po s'kishin që me bë. Po sot që janë të rritur, a thonë ata diçka në lidhje me ty dhe me punët e rënda që ti bën në fshat, fëmijët e tu? Sidomos 2 djemë që i kenë në shtëpi. 2 djemë që i kam shtëpi, mas punoj aj shumë. Po jam du të punoj se i brejsi në alon. Policia në alon, pa shtëpi, komuna në alon, ma prishi tërmeti. Unë rrimi i kësodëri. Po edhe para tërmetit të 2019-ës, ti ke punuar fort, apo jo? Por kam punu dërës. Se tani në bas 2019-ës Se në të të kuptoj 5 mjesë jem në një të kishë gjone, si kam dalë tonë e kafe, se ndoli vak me pi. Qiko, gjithë kjo puna jote voluminoze, përkthehet në të ardhura, besoj në fund të muajit. Ti merë disa para, apo jo? Sa shkojnë këto të ardhura për ty, nga puna që ti bën? Të ndimon kush sot, se fëmijët janë rritur, kush të ndimon ty sot? Apo je vetë me përsëri? Jo për zotën, se kam pas mi fjallë të më fot fëmijët në për burgjet, e në mbën kam marë pare. I ke pasur fëmijët në burgje? O qasë më kanë ba, Pse? për tokën, po të galëzën. Për tokat? Për tokën, ato mi fjallë, si më kanë marë. Tani ti ke një konflikt toke, po ke edhe një konflikt varri. O, varët mi ka qitë të toks, pra. Varët mi kanë qitë të toks. Shkoj djali me pa një portë, se basë soldatar mi fjallë, ne? U këthy e mori më telefon. Kishtë ardhë një fugon i madhë policie, Shqipoja, Dorsit. Kishtë ora 7 darkës. E kishtë lonë makinën ke i lokal. O, dojem të lonë makinën, se ato morë, a i si dojtë më po portën, ma shiko. E na e merëm telefon, thotë, hajde se ka arë policia. Shkon, e kishën hapta dyrt, e kishën kontrolu makinën, e kishën mëllë. Po makinë e kishën lonë haptë këtë gjallim. E se merë. Kur të thët, këj mi fjonë, në vje. Ke lokali, e në merëm telefon. Thotë, mamë, thotë, më ka thërë policia. E, u me thënë drejtë, më shkaj menja, thashtë, i kanë fotë në drogë. Se ishin ata, pjestartë ato, më klub, lokal. E në merë, i ka thonë, ti e ka sërjët polisi, po, si që të ne, po ka thonë këj, unë jam. Merë, i ka thonë pra, e një kanë po dyrë, i kanë vohë tak hekrat. E ka morë makinë të vetë, këj polici, e kretë e ne kishin qonë dorës. Mirë, po kishë ndodhur një konflikt në midis djalit edhe familjes me cilën ti ke konflikte? Jo, vetëm për tokën, vetëm për tokën. Po pra, konflikt toke, nuk ka rëndësi se qëfar konflikti? Tokën e kishë tokë, babe, tokë ligjon. Tokë babe dhe tokë të ligjit 7501. Nishit, pra, këtë tokë që ju keni, i keni edhe të trashëguar, edhe të përfituar nga ligjit 7501. Oke, e qartë. Që mos dalim ke konfliktet e tokës, sepse është këtë... Këtu në ka hi konflikte, ne se mori hake fëmijët muna. Këtu në ka hi, ne. E në mori djallin, e në kërkova unë... Sa burg bëri djali? Jo, po të kalëzit që ndodhi. Të lutem se duhet të fokusohemi. E marrë shoferin, e marrën këtë lokalit, i thasho, dashi ha, kua kam djallin on? Tha djallin, tha, ta kanë marrë, tha, policia. A, thash, po kush? Nese mora fushkërun. Nuk ka djallë, tha, këtu s'ta ka marrë kosht. Morën kruna ta mi fjallë, Tiranën e Durrësin, thati jo. E ne, ajtë desh ta mi fjallën, gati si mi gutronë, i thash ma pasën rëmbej, me të drejten, e ne pasën shduk. E marrë prapë, jo, tha. Ku më shku? Shkaj ora 10, shkaj ora 11, shkaj ora 12. E ne i thamë vlajtë, hajde si ke makinë, shkaj pak dhe më fushkëruj. Që shtu më ka nëdhë me djallët. Nuk u mori vlaj, mori burin. Tha të së të marrë. E mori, shkaj e tjemë fushkëruj, e ne merë prapë vlaj mu. Thot, nuk ashtë kuni. Ua, thash, erda kam ma 2 orë për fjalla. E nëse, e në dikur, si ashtë pyta këtë lokalit, i thash une, kush fugon që? Tha që Shqipoja, tha. Fugoni madhë, tha që shkrujt me 12 veca ze fugoni mi fjallë, ka qënë me Shqipoja më shpinë. Merë, thash. E në marë prapën vlanë, i thash, gjë, pyte që ka qënë Shqipoja Durrësit. E pyti, po, thot atë jashtë. Masë orës 12 i gjithë naca. Mirë, ku të shkojshëm s'kishëm, merë ke shpia, unë rëmë 5 mjesit, e në hikëm Durrës. Shko atje, ne i bëjnë mami fjallë, po kjo ashtë i shkollë, së më pak si ka shkollë, i ka gjitha. E ne kishëm marrë me forma sekret, i kishtë të lidzo, kështë tonë, jo, ja, së më ke gjithë, asë i gjo makindë. Qëfar arsimi ka djali?
Djali ka bo për mekanike, djali ka bo shkollën e mesme, djali ka bo soldatore, i ka bo gjitha mi fjallë. Ka shkollë. Dhe nuk ka firmosur? Nuk ka gjumë me firmos. Po. Bëhat mi fjallë, i ka thonë ke për firmos. Jo kësi të mund, jo si të ushte. Qështu ka qënë puna ke lokali, qështu ka qënë puna këto, ata ishin të qesh. Që ta kuptojmë pak, të lutem, zonja Angelina, më ndiq pak mua. Ky konflikti i pronës, i tokës tuaj, ka kaluar nga ty si krye familjare dhe bashorti yt, tek fëmijët e tu, tek djemtë e tu. Pra, djemtë u rritën dhe konflikti i pronës kaloi tek ata. Pra pilla. Po, unë dua të ndaloj pak kur e mësove ti që fqinji jot në varrin ku kishe vënë 2 foshnjët e tua, i kishte marrë, i kishte zhvarrosur dhe kishte varrosur të birin 14 vjeç. Kur e mësove ti këtë gjë? Po. Dhe sa e vërtet është kjo gjë? Po, unë kam qënë e në dëgjova mramet, unë e kam njatë, e kam 1000 metra këtë komshin. Po. E ne i ka vdek djali. E më nesë më 12 baroset. U bona gati shku më barim. Gjithë në teme, mi fjallë. E ne mirë. Unë nuk e dita si ka vërtë ma bëhet punë, këta muna. Po për tokën. Po Pietri, me gjithë ata, janë nanat motra. Po. Daqka baba, daqka nana. Po. Janë ta. E në shkova, pim kafe, nete, mami fjallë. E më thotë nana, shkemi qikë, si njati kishe vërres, me thonë drejtën 50 metra. Po. I thashtë, të nëjmë të qëndru më kam. Hajde shkem ke shpia, thashtë, mua të më ratë fit. Që si më kapi, nuk e di. Nese, në shkova ke shpia, më gjithë nanën. E në mirë, kur i ra në telefonit. Atyna, e në më thonë në telefon si, në gjë marru më punë, ti kënë fot ke fëmi tuj, rëthim tanë. I thonë ata kom shit, a veni tjetër kuj. Qaj të boj që shto? Ishte thonë Pietrën, i vras i pres me ne pa të misi i kam. Ka thonë kuj i djallit, ha? I vras dhe i pres? I pres, i ka thonë mes 500 vetët se i kanë ardhë një fjallë. E në mirë. E ka fillu. E në unë e sa unë, dola se ashtë i kodër vogël, për me shko ke varrest. Pa ta ishë në do hikë shpia. Se a kanë morë gjenodën në më dorë, se njatë shpis. E në mora vlanë temë. I thashon e, që ka ndodhë, qështo? Tha, them rap shok e shpia, tha se du të merë në veshtë. Merë në veshtë, si njerëzit. Mirë, e ndërprisim pak tu... E qesim, tha. Që se ka fut gabimisht, tha. Në nëzirim, tha. Mirë, e lëm pak bisedën që ju kërkonit fillimisht një marrëveshje në 2017-ën. Pa. Në qoftë se ishte bërë një ngatres apo jo, por kam shumë pyetje për të bërë në lidhje me këtë gjë, përpara se të telefonojmë dhe tjetë edhe pala tjetër përballë. Po, si të thotë. Po, përballë jush zonja Angelina, por duhet të jap hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e 2 dhe të 3 të këtij emisioni. Në bas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur, do të shkojmë më njëherë tek zonja Angelina, 61 vjeçe, e cila tregon që komisioni i kishës, në tokën e kishës, ka varrosur 2 foshnjës e saj, 8 muajshe dhe një lindje në muajin e 9, pothuajse një lindje normale, dhe në 2017 fqinjit i vdes fëmia 14 vjeç, zhvarros 2 foshnjët e zonjës Angelina për të varrosur të birin e tij. Ndërkohë ju thatë që filluat të negocionit, që dikush ju tregoi që ky është varri i tjetër kujt dhe ju e kishit të rrethuar, nuk e di sa shpesh shkoni tek varri i 2 foshnjëve. Shkoje? Shkoje se ato drejtë shkoje. Ndërsa ai tha, le të merremi vesh me njëri tjetrin. Çfarë ndodhi rrugës që edhe sot nuk keni marrë vesh? Po erdh ke shtëpiaj. Po? Mi fjalë, të vras të pres të i bëj gjitha. Po pse duhet ju vriste t'ju priste? Atëherë, kur komisioni është mbledhur në rastin tënd, pse në rastin e zotrisë nuk është mbledhur komisioni kishës? Se ti je në tokë kish aty. Po. Po, atëherë? Po, shkëj Pjetër Blashi, ke Kysela, kryetari komisionit kishës. Po? Unë ka rrethu rreth me brez beton. I kam dhënë 100 metra katrore. Po. E në më ka dhënë 195.000 lekë. Po. Pra ti e ke paguar atë tokë? I kam dhënë paret, po. E në vje ke shpia më bje paret a i mu. I thash, jo, nuk i ha paret e sajta unë, kishës. Ja kam dhënë vetë une. Jo se mi kërkoj, me detyrim. Po, e kuptoj. Dhe të me bëj i rrethima neta në unë rrethimin të. Pra, ato të dhanë tokën e kishës dhe ti bëre varrin e 2 foshnjëve, dhe ti për shpirtin tënd i ke dhënë kishës si gjithë ne, që besojmë dhe duam të dhurojmë. Ja kam dhënë. E një tha, unë i kam dhënë, më ka dhënë paret. Pse fut ato?
Si të mushi vjetën ke partaqit i tha... Po pse nuk doli ke komisioni kishës pra edhe ky zotria? I tha, është me forcë ky, nuk e pranoj, nuk e pra, pyti. do me thonë, nuk ka pyetur as kishën, as komisionin dhe as ty të të respektonte. Po mirë, se kjo është në kuadër të pa imagjinueshme. Krye plaku fshatit mrapa, shkoj mori djalën e motrës vet e të bushin, shkoj e mori kushën e vet Gjavalin Dëbrozin, ishte kushën i vet, krye plaku fshatit. Pa i përmendur disa njerëz që nuk i kemi në studio, zonja Angelina. Jo, gjasë janë kryetar komisioni kishë, kanë hullë firmën ke fushkruj. Mirë, të mos i përmendim të gjitha zotrinë se nuk i kemi në studio dhe ndoshta nuk i vjen mirë kur i përmendet emri pa qenë prezent. E kanë hullë firmën. Shiko, zonja Angelina, dikuj që i përmendet emri pa qenë prezent, gjithmonë do të flasi edhe versionin e tij. Prandaj, ka mundësi të tregosh vetëm versionin tënd pa përmendur emrat e të tjerëve. Do të më duhet të bëj gati regjia. Unë përmena emrin se e ka qenë gjasë janë kryetar ata komisionit kishë, se krye plaku fshatit nuk ka drejt me ikë kisha. Shiko, mund ka 3 herë ke shtëpia, të lutem, zonja Angelina, a mund të dim ku janë eshtrat e foshnjeve të tua? Ata s'di ku i kanë qenë. Pra, ky i ka marrë dhe i ka zhvarrosur, ku i qoj? Me thonë ti kena hodhëm kanalt. Si e hodhëm kanal? Ti hodhëm kanal, tha. Tani, seriozisht? Po, shishtë më ka thonë, po. Atër, ju lutem regjia, mund të më lidhni pak drejt për së drejti me fqinjin që ka varrosur fëmijën 14 vjeç, po e marim të zotri, pra ky i zhvarrosi? Po. Tani, këti kishte vdek djali, apo mori... Djali. Pjetër Vlosh i ka vdek djali. Po kush i zhvarrosi do doja të dje, se kjo është horror? I ka bo komunalja i fosin. Komunalja? Po. Pra, komunalja mori këta 2 foshnje dhe ku i qoj? Po nuk gëllëzin ata. Nuk gëllëzin. Ja, po bie zilja, presim pak qaste. Shpresoj që zoti Pjetër të na përgjigjet. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Me zotin Pjetër Vlashi flas? Po. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Po. Zoti Pjetër të kërkoj ndjes, por ditën e sotme po flasi me zonjën Angelina dhe ajo po tregon që në tokën e kishës është mbledhur komisioni kishës dhe ka vendosur që 2 foshnjet e saj, 8 dhe 9 muajsh, t'i varrosi në një varr që në 2017-ën unë ju jap ngushëllime për vdekjen e djalit, është varrosur djali juaj 14 vjeç. Faleminderit. Kush është e vërteta, zoti Pjetër, sipas jush? Ku kanë shkuar 2 foshnjet? Nuk di. E di ajo. Po kush i ka zhvarrosur? Zoj. Po. Unë kam marru gjys, kam bo gjys, ka 8 vete i ma vetë. Atëherë, për ta kuptuar, ju thoni që keni bërë një gjyq dhe unë do të pyes për gjyqin pak më vonë se zonja Angelina nuk ka treguar që është zhvilluar gjyqi. Prandaj kërkoja pjesëmarrjen tënde ditën e sotme, për të ma qartësuar situatën pak. Unë nuk më vetë se unë jam punë. Po? Atëherë, mund të më thuash në 2017-ën djali 14 vjeçar ka vdekur? Po. Atëherë, ju shkuat pranë funeralit, pranë komunales, pranë komunës, për të bërë varrimin e djalit, apo jo? Po. Ka qënë komuna, thoni ju, që ka zhvarrosur 2 foshnjet e zonjës Angelina? Absolutisht asni. Po kush i ka zhvarrosur? Po s'ka pas varë ato zoj, ajo zoja. S'ka pasur varre? Po ku e ka varrin kjo zonjë? Pse duhet të ta kërkoj ty? Po shëqe. Po. S'ka mas kome po që jam ka brand. Po. Atëhere, ajo nuk ka pas as i varatu se ajo ka gjështu 16 javëshe, e kam vedin një gjukatë kë shpija unë, se nuk kam marrë as i gja me veti, Pra, ju thoni që foshnjet nuk kanë qënë 8 muajshe dhe 9 muajshe? Ja. Ja se ka shku vetu si ka marrë vjetat të modaliteti. Mirë, zoti Pjetër, unë e di që ju jeni në punë, por për të na sqaruar pak më shumë situatën, në këtë varr që pretendon zonja, kanë qënë 2 foshnjet, 2 fetuset, si që thoni ju? Jo. Asni. Dhe ti e ke bërë varrimin e djalit tënd të ndjerë brenda gjithë rregullave? Po, normal. Ndërkohë, pse keni shkuar në gjykat? Po, këjo, pra... Të dërgoj zonja? Po. Po, unë e shikoj nga gjitha dokumentat që varri është pranë tokës së kishës. Po. Pra, kjo varresi takon kishës dhe jo komunales. Atëherë, o shëse. Qa viti thot ajo?
Në 2017 në thotë. Kozoj, Po, se unë të njekë në televizor kur jam. faleminderit shumë. Atëhere, me ato vite që thot ajo, Po, mas 7 vjeç ka një fatruar, ma ato ka pastruar venin e Varrezave. Se më këna gazetare kë shpia, po, më ka arë fiksi, Po. më ka arë bumi, Po. ka arë stopi, po, kam shku më gjyz, kam shonë këtë të një vocaj, ke drejtori policisë gjysore, Po. sa ka, para sa muish, e unë i kam marru të punë, beru pak që të minat, mos i bjetë në vojtë mo. Zoti Piter, mua më vjen keq që largohesh në këtë mënyrë, sepse ne duam të kuptojmë diçka më tepër nga historia juaj dhe e zonjës Angelina. Zonja Angelina, pra, gjithçka që ti ke treguar në pjesën e parë të këtij emisioni ka rënë poshtë. Zotria thotë që ke qenë 16-17 javë, pas ke një vendim gjykate të cilin ti nuk e ke dorëzuar në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Ato rrejt, gjithë e ka rrejna. E në fëmijët nuk ka kresnu. Shiko, në qoftë se ai do të kishe gënjeshtra ti, në gënjeshtrat e ti nuk ndërhyre asnjëherë, po prite me qetësi që ai të mbaronte dhe të largohej. Unë e ngjova pra se ato rrejt. Ku e ke vendimin e gjykatës? Çfarë ka vendosur gjykata? Gjykata ka shku ky, si thash, me emra ti Gallxova se janë kryetar të gjatë komisionit. Kish djalin e Hallse, djalin e Tezës, se këta krejt, me krye plakun e fshatit. E ne ka shku, mi fjalë ka hodh firmat e ka fitu. Mu Petriçani, kusht nuk më ka fot asnjëherë mu për me bë. Pse nuk e solle një vendim gjykate, se ti pas ke shkuar, ja, nëse e ke pritë. Jo, nuk e kam. Ka shku burrim se ka pyet kusht. Më ka thonë Petriçani, ka qenë atë prokuror, sa ti e mund, te nuk e për thimrajna, për zyrat. Pse? Po ja zakti pra, sa ja kam thonë Pjetër Blashit. Shiko, zotria deklaroi që ndoshta këto varrezat e kishës kanë shkuar fadromat dhe ndoshta këtë tokën ku ka pasur varreza. Ja, ka ardhë kryetari komisionit kishë në Restajani, me ka ardhë ke shtëpia, me ka marrë, më ka thonë kuj ke fëmijët në Restajani, e ne i thosh që të e kam, e në s'ka hi a i shoferi më tokë teme, ato ke vërrez, ke fëmijët e mi, më ka ardhë ke shtëpia, e më ka marrë. Tani, duke qenë se ju ka quar për ekzaminim gjykata, prokurori në spital, ka dalë që fëmijët kanë qenë 16-17 javëshe. Pra, jo 8 muajshe dhe 9 muajshe. Jo, tas ja kam bu shpi, krejsh, për najtë jesi ma kanë qitë, më nëse shtaten, unë nëna ime e ka marrë, e kam ledhë me fanalot, ardhe ka quke vërrez. E di bukur merë kë, se nëna këtim ka ardhë, nëna këtim ka ardhë këshpia më ka pi kafen. Këna pas shku me të ardhme, i gjitha. Pa ka bu për kushrit, pra, për hak marrje toke. Ti shuan hak marrje toke, e ka gjithë venin të rëthu, e lojmë na, e ka gjithë venin të rëthu. Se erdhëm hini mu ke vërret, se rëthuat veni. Po pse kapesh vetëm me zotin Pjetër Vlashi dhe nuk kapesh edhe me fadromat që kanë shkuar edhe kanë gënjuar? Po jo, kam qanon ke fadroma. O kam qanon ke fadroma. Po? Kam shku, më ka ardhë ai kryetari komisionit në Restajani, më ka ardhë ke shtëpia, kam shku ke vërrest, e ne kam thonë, qëto, dëri këto, mu ma ka thonë komisioni tjetër, Blash Skura. Po, tha. E ne, unë kam net atje, ka një fadroma, qa me pastro, sa me nivellu pak venin. Ka qenë një primërqine, e ne ka hikë. Gjithsesi, unë nuk e kuptoj që ju të jeni konflikt toke dhe varri me fqinjin tuaj, por e keni trashëguar edhe ke fëmijët. Dhe kjo është shumë e dhimbshme, zonja Angelina. Po shumë e dhimbshme, po kjo nuk del, kjo nuk pranë. Po në qoftë se ai nuk pranon, ju çfarë do bëni? Do shpallni luftë? Po që di bëj djali tonë? Si vje mu mbra fëmin? Shiko, djali ndikohet nga ju, në qoftë se ju nuk arrini do... Pa veni ima tonë atë, unë du venin tem të rëthu rrëth në brez betoni. Qaj fëmi ka për dalë të djali? Shiko, zotria i referohet edhe një vendimi gjykate, pra gjykata ka vendosur në favor të zotrisë. Nuk e ka pyet kush gjykaten. Nuk e ka pyet kush. Shiko, ju e dini që vendimi i gjykatës asnjë nga ne nuk duhet flasi i drejt apo i pa drejt, qoftë vendimi i gjykatës. Unë nuk kam shku, unë e kërkoj të shti, e në më qisin këtë për jashta. E në kreshniku, ki fushkrus, me ka thonë, më ka mojë 3 orë mrejna, të mu kresnu. Fëmijët i ke mrejna, ka thonë i ke me letra, i ke me dokumenta, e në rrethimin e ke bojë gjitha po. Po unë sun të jap për tjerëvet, se kanë dhënë tjerë vazhdimisht të ardhë dërë në fond. Ku ka më fshat, si bon të pra, ty kanë pranuar që ke të drejt, por nuk ta jap dot, sepse gjërat kanë shkuar zinxhir. Flutuar gjërat zinxhir. Çfarë? Do të thotë ryshfete? Për hakmarrje toke. Ka shkollë se më gjirë. Çfarë do të thotë hakmarrje toke që ta kuptojmë dhe ne, se se kuptojmë të gjë? Po, për hakmarrje toke,
mi i fjallë, Po ti Pietri. e ke edhe me ligjin 7501 dhe tokë babe. tokë Atëherë babe. çfarë hakmarrje toke ka këtu? Ma ka honi 26 vjetë muna, bëjmë një leshi. Anë janë leshi, Bert leshi e kritë. Po çfarë lidhje ka Pjetër Vlashi me këto? Nënat motra. A, janë djemë të tezës? Po, jenë Pra, kushrit parë. janë familjar? Po, familjar. Dhe duke qenë se ti me familjarët e ti ke pasur konflikte Po. prone, në hakmarrje të djemëve të tezës ti thua që të ka zaptuar varrin e foshnjeve. Me kanë thonë ta këna morë hakun ke fmit. Anë janë leshi, Bert leshi. Ta kanë thënë? Po, Ta ma kanë kanë thënë thonë. këtë gjë? Po, po. Se zotria i referohet vendimit gjykatës. Ti e ke apeluar këtë çështje, ta di unë. E ke apeluar çështjen kur nuk u kënaqe nga vendimi i gjykatës shkallës parë. Po. E kundërshtove në apel? Nuk më ka qo kush fjallë, asë më ka prejka se e qova, ma apel në s'ka. Kur ka mbaruar gjyqi në gjykatën e shkallës parë, çfarë viti? 2018-ën. 2018-ën? Po. 2018-ën ka marru shkalla parë, ja qova... Po ti pse nuk e rihape dhe një herë tjetër? E hapa. Po? Prap e mbyllën. Më ka arë 2000... I se nishë, më ka arë plëtë që ishë mizodë qaj si ma ka bon, si kam e 2 letrat i kam qëndë, si ma ka bo Tirana se i morat martën. 2000 se nishë, mërë në orën 6 darkë, se mërë Gjavahir Babazi, ke shpia, e me tha, ke përshku ma apel dorës, s'ka apel të ashëm dorës, në Tiranë. Unë tha, mas një hikë saj punë e ma. Sa ditë, si mi kanë bo varin që ato, më ka arë plëtë që ishë mizodë s'ke shpia, më ka majtë burin bëllë mrena, unë shkova ke komshie si pa dek baba njoj priftit, kur shkom ke varest, kur njoj fagonin e policisë. Tani, Turbushi, erdha atje ke varest e më tha, e kam gjithë atje unë gjinë stajanin, me gjithë gotën e Pjetër Vlashit, si thotë. E një ka thonë plëtë kë Turbushi mi fjallë bashkisë, nuk ka për të bërë Kryetari bashkisë se i fletë si kur ti e të shoku jote, kupton? Po, nuk ka për të bërë, tha, varisët, i ka thonë gjinë stajanit. Pra, kryetari bashkisë të ka dhënë të drejtën ty? Po, mu, kryetari bashkisë nuk ka për të bërë varisë. Po, kryetari bashkisë e di që ka një vendim gjykate dhe nuk mund të dalin bi vendimin e gjykatës? S'kena pas shkum që gjykata kërkon. Ma ka dhënë letrën mu, i kam dokumentet. Po? Turbushi nuk ka për të bërë sa vari. As kryetari Dex, jo. Shiko, se flasim për varre fëmijësh, Fëmijësh, pra, a i e ka 14, ti i ke pasur foshnje të porsa lindura që thua nuk mundet të shkonte deri në fund shtazonja jote. Gjë që ka bërë policia. Unë kam qanë të shku më varim, burri im ka qanë shpi. E në ka shku me Pjetër Vlashin ke policia. Kënë për mos nuk ka për të bërë vari, të dy bashkë. Pra, a i e ka ende pa bërë varrin e djalit vetë? Heqit bazamen ka qënë të bë. Po pra, e kene parë, e kene parë. Heqit bazamen ka qënë të bë. Tështë ka shku burim me gjithë Pjetër Vlashin ke policia. E në kanë formës të dy polt. Po se si mund të rri pa varë që nga 2017, a pa bën edhe një plak në varrin e një 14 vjeqarit, tani kjo është e turpshme. Turpshme, në gjë. E në ka vëngë të shte kanë formës të dy, me plët fëqishme në zonës. Gjavahir Babazi, kanë formës s'ka të bovari. Ta kanë marrë bashkin, ka shku atje më bupq, ke kryetari i komunës, ka hullën na i vullen mu bovari. Unë shkova atje në më tha, këthe më rapsha motër, më tha, për Turbushi që jenë punëtor, ta bashkisë më fjallë, se vari ta s'ka për të ba. Të lutem, atëra. Po, ta kalëzën që a thot Mua qëfar më dhimset në gjithë të histori, habite mirë fillimisht se si i thret kryetarit bashkisë si kur t'ishte shoku jytë. E dyta, ti thua që eshtrat e dy foshnjeve të tua janë hedhur në kanal. Në kanal, kështu më ka thonë. Pietri, si thot që ashtu. Tani, për qëfar varri flasim që aji, duke qënë se të ka hedhur në kanal, dy eshtrat e foshnjeve të tua, nuk do bëj edhe varrin e fëmijës, po e dënon të fëmija 14 vjeç? Nuk e dënoj ke fëmija 14 vjeçone. Por qëfar duhet bëj aji me atë tokën aty? Pra, të zhvarrosi djalin e ti dhe ta qoj diku tjetër? Se ti nuk i ke gjetur eshtrat e fëmijëve të tu. Jo. Mua më vjen keq për këtë gjë. Po na e kena këtë punë mi fjallë. Ku shreni këtita Pjetër Vlashit, se më ka fot fëmijën më varrës të mi, ke fëmijët e mi, babën ati ja kanë qitë në kratë 20 vjetë vetë. Ta di Pjetër Vlashi. A i ke gjetur eshtrat e foshnjeve apo jo? Orë ziku i ka qohë. Ti mendon se i kanë quar diku dhe nuk ti tregojnë, apo i kanë hedhur në kanal? Se kjo është pyetja që duhet bëjmë. Unë ka thonë me gojë si ka mullë në kanal. Po ti beson se i ka quar diku tjetër? Unë, pa leku i ka qohë zigja.
Oke, mirë, ata pyesin pak avokaten në këto kushte që jemi. Pavarësisht se ti e ke bërë rëmuj të gjithë historinë, ne kemi mundur të kuptojmë diçka vetëm nga soti Pjetër Vlashi. Tani, çështja ka kaluar në gjykatë dhe ti këtu në këtë studio duhet vije me dokumentat. Fakti që ti si ke sjell dokumentat, unë jam pak e rezervuar të t'jap një mendim. E ndjekim pak avokatën se çfarë ka për të thënë Xhen. Atëre, përse përket ditën e martë unë i kam publik, në çondet i kam lidhur. Ja, të lutem. Okej. Përse përket shërbimit publik, i cili vepron në Republikën e Shqipërisë për varrimet, është ligji 9220 i 2004 dhe gjithashtu dhe vendimi 711 i cili është i Këshillit Ministrave. Përcakton që procedurat për bërjen e zhvarrimit, sepse gjithë çështja këtu është zhvarrosja e foshnjeve. Procedura për bërjen e zhvarrimit bëhet gjithmonë me kërkesën e njërit prej familjarëve, vetëm nëse plotësohen disa kushte. Kushti i parë është që duhet të kaluar mbi 15 vjet nga momenti që është bërë varrosja e kufomave. Dhe kjo zhvarrosje mbas 15 vjetësh do të bëhet gjithmonë në prezencën e mjekëve, të cilët vërtetojnë që skeleti mund të materializohet, sepse është vetëm një mënyrë që të zhvarroset. Nëse kjo nuk arrihet me anë të ekspertëve, atëherë lihet dhe më shumë kohë. Dhe gjithashtu bëhet me anë të kërkesës në kryetarin e komunës ose kryetarin e bashkisë. Gjithmonë ky lloj administrimi publik varet nga organet vendore. Dhe përse përket rastit që po flasim në fjalë, zhvarrosja mund të bëhet me kërkesë siç thash familjarëve ose me vendim prokurorie ose të një gjykate, që bëhet në raste shumë të veçanta kur kemi për të bërë autopsinë dhe shkojë direkte në morg. Në rast parë, zhvarrosja e trupave pa një leje është vepër penale dhe një leje e cila duhet konsultohet mirë dhe nga organet kompetente. Në qoftë se nga prokuroria kjo nuk sankcionohet si vepër penale, atëherë vendoset gjop administrative, e cila ka një vlerë nga 300.000 lekë të vjetra deri në 2 milionë gjysmë. Dhe për ekzekutimin e këtij vendimi është gjithmonë bashkia dhe komuna e cila duhet të marrë përsipër mbulimin e kësaj mase administrative. Kemi të bëjmë me një zhvarrosje të palishme, por gjithë problematika këtu nuk është gjithmonë nëse kanë ekzistuar, Gjithmonë nëse kanë ekzistuar, sepse bëhet fjalë edhe për javët e foshnjës. Zonja thot 8 dhe 9 muaj të 2 fëmijët, zotria thot 16-17 javëshe me vendim gjatë procesit gjyqësor. Po. Spitali ka dalë në një konkluzion. Problematika është e tillë që duhet të gjenden eshtra. Domethënë fakti është i tillë. Ne mund të besojmë zonjën në versionin që thotë se kemi të bëjmë me një nënë e cila ka ardhur në emisionin tonë për cilë të dhe shqetësimi, por ne besojmë faktet dhe përsa kohë që nuk kemi eshtrat të cilat nuk gjënden, nuk dim çfarë të mendojmë për vetë faktin se ka dhe një vendim gjykate. Gjykata normalisht në momentin që është dhënë vendimi janë bërë të gjitha etapat për të arritjen e këtij rezultati që është dhënë një vendim. Nëse zonja ka pas problematika, që nuk ka qenë dakord me vendimin e shkallës parë, mund ta ankimonte, mund ta çonte në apel dhe apeli pastaj ngarkonte gjykatën e shkallës parë. Është e pamundur mos njoftohet, sepse në momenti që janë palë ndërgjyse, merren të gjitha të dhënat dhe vendimi merr formën e prerë dhe fillojnë afatet për ankimim në momenti që zonjës vetë dhe drejta e saj për të informuar mbi vendimin e gjykatës. Gjithsesi, thash, në palën ndërgjyse gjëja e parë që bëhet dhe merret parasysh nga gjykata janë adresat dhe vendbanimet e personave që janë palë për të thirrur në seanca. Dhe ky është kushti i parë që të nisin dhe procesin. Që besoj që janë marrë gjithë ato të dhëna në momentin që pala ndërgjyse ka qenë zonja dhe personi në fjalë. Megjithatë mund të ankimonte vendimin nëse nuk do ishte dakord. Problematika tjetër që unë has këtu është toka kishtare. Tani do ta lëm pak argumentin tek toka kishtare, do ta jap më një herë fjalën mbas hapësirës së dytë publicitare në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit do flas pikërisht aty ku e lam për tokën e kishës me zonjën Gjeni Londo. Po ta vëshërej, zonja tha që zoti Pjetër Vlashi, edhe pse u largua nga transmetimi drejt për drejt, na ndiqte fatmirësisht, por ishte teleshikuesi i rregullt, por që nuk pranoi të fliste më gjatë. Zonja tha që ka shkuar në gjitha emisionet investigative, në të gjitha televizionet, kanë emisione investigative, aty ka qenë prezent Pjetër Vlashi që ka kërkuar të drejtën e tij, sipas teje, në këto emisione, apo jo? Jo, unë thash për policijet. Kam qenë 3 herë, kam taku ministrin non.
Ke kam qenë ka me pëja, Durrësit e Tiranë që m'janë kresnu. Por edhe Pjetër Blashi ka shkuar në për emisionet thua ti për të kërkuar të drejtën e ti. Jo, kam shku për mu sa Pjetër Blashi. Po pra, Pjetër Blashi ka shkuar për ty për tu ankuar në për emisione. Sa ka shku për mu gja, se kam shku gjitha ne, unë s'ka gjithë drejten. Pikërisht pra, duke qenë se ti e ke kërkuar të drejtën tënde në për institucione, Pjetër Blashi ka shkuar në për emisionet dhe ka kërkuar se ti, duhet ta kishim sqaruar këtë gjë. Po pra, Pjetri ja tha këtë fjalë, jo unë. Unë kam shku për policin 4 anë. Ti di që Pjetri ka shkuar, e ke parë Pjetri në për emisione? Nuk ka shku kërkun Pjetri. Nuk ka shkuar kërkund. Okej, për ka thënë për ty. Ti vetë ke qenë në për emisione? Nuk kam qenë. Okej, atëherë. Atëherë po thoja përse... Ndalëm ke toka e kishës. Pronën, sepse fillesa është kjo toka kishtare në cilën lejohet që të bëjmë varrimet. Atëherë, kisha si institucion ka pronë të vetën, të cilën e përfiton ndërmjet donatorëve ose mbas të aktivitetit që ajo kryen. Por, asnjëri nga këta banorë nuk ka pronësi mbi këtë tokë. Toka është vetëm e kishës, sepse këtu po pretendojnë që kanë tokë të caktuar me të cilën mund të bëjmë varrimet e pasardhësve të tyre. Nuk është tokë e kishës toka juaj. Varrezat në Republikën e Shqipërisë janë publike dhe administrohen vetëm nga komunat dhe nga bashkitë. Kemi 4 lloje varrezas, historike, monumentale dhe ato të cilat janë publike. Dhe varrosja e këtyre personë duhet të bëhet në... Është tradit faktikisht që në oborrin e kishës varrosen njerëz. Por ja ku është konflikti. Pra, këto duhet administrohen vetëm nga bashkitë. Ndoshta kisha... Dhe varrosja e trupave duhet të bëhet në këto lloj ambientesh, ku janë prona publike që administrohen nga shteti. Ogjen, faji është pak edhe i zonjës, ndoshta nuk kanë ditur dhe nuk kanë pasur një urite e dura kisha katolike, kena pra, të lutem, zonja Angelina, pra, në momentin që ti të ndodh një incident i tillë, një aksident i tillë, kanë qenë 8 muajshe dhe 9 muajshe fëmijët e tu, duhet i kaloje edhe në përgjithë organet kompetente të tjerët. Nuk mund shkoje në kishë dhe thua, mu më ndodhi ky aksident, nuk shkoj për të lindur në spital dhe hajde ti varros këta fëmijët këtu. Pra, është problematika, pra. Po pra, edhe zonja ka thyer ligjin në ato raste. Duke ndjekur, atë këtu do të ishte për momentin që vdes dikush, normalisht bëhet kërkesa në komunë ose në bashki për të kryer të gjithë procedurat e varrimit. Kena komision kishe. Dhe rasti i zonjës dhe një pjesë madhe të banorëve linde në shtëpi apo linde në spital do kalosh në për po pra. Nuk ka rëndësi, domethënë që zonja thotë nuk e kemi traditë, është. Jo, nuk e kemi. Është tradite, është çështje ligji, është çështje ligjore. Prandaj keni arritur në lloj problematika. Pra ju shkoni në përkomisariatën polici, po në dokumentat që mua ti më ke dhënë, asnjë nga këto organe, po i shkruaj vetë ata, këto mbas vetë. Nuk të ka dhënë të drejtë sepse nuk është kompetencë e tyre ligjërisht, as komisariati, as AMP-ja nuk ka të drejtë vendosi mbi varrezat, është vetëm detyrë e politikës vendore, pra bashki dhe komunë. Po edhe kryetari bashkisë ka referuar që nuk është kompetencë e ti. Se zonja e fletë sikur ta kishte një shok. Nuk e problematika sepse njerëzit nuk njohin ligjin dhe pretendojnë që kjo është tokë e kishës, kisha ma ka dhënë mua. Kisha ta jep tokën vetëm me mënyrat e fitimit të pronësisë, që është me akt shitblerje, me dhurim, me trashëgimi ose me bashkim ose përzierje, pra metodat që janë përcaktuar në kodin e procedurës civile. Dhe nuk më jep tokën kisha gojarisht, nuk ka vlerë. Prandaj problematika është kjo që ne kemi sot, sepse nuk ka asgjë të bërë mbas ligjit. Nëse do kishte një dokument të shkruar ku toka ishte jotja dhe ishte dhuruar nga kisha, atëherë po mund të ngrihesh dhe të shkohesh në institucione për kaq të kërkosh të drejtën tënde. Në këtë rast nuk e ke këtë të drejtë dhe as zotria nuk e ka këtë të drejtë, sepse nuk janë prona të kishës. Po, dua të them diçka. Në momentin që kanë ndodhur 2 aksidentet, një herë në 98-ën më thej, një herë në 2002-shin. Foshnjët e tua, ke lajmëruar një nga institucionet që të ka ndodhur ky aksident? Kryetari komisionit kishte kena na. Jo, të lutem, përveç kishës, nuk ka vlerë. Përveç kishës, ku ke shkuar? Në komunë ke shkuar? Jo, në bashki ke shkuar? S'ka drejt, nuk ka drejt kërkon. Në spital, në qendra shëndetësore. Sepse, ja, një minutë. Në momentin që ti ke mbetur shtatzan dhe deri në momentin 9 muaj, ke bërë kontrole në qendra shëndetësore? Jo, as i fëmijë s'kam bërë kontrole kuni. As i fëmijë s'kam bërë kontrolet. Shiko, edhe kjo nuk është një lloj krenarie që thua as një fëmijë edhe përjashton këtë gjë. S'kam pas, ashtu më fjalë, ku më shku? Më shku me dalë kam atje. Pra, ti nuk e bërë as një eko, as një vizitë ginekologjike? Jo, s'kam bën, as një gjë s'kam bën. Mirë, kjo nuk është normale, zonja Angelina, nuk është normale dhe kjo gjë. E kam qenë smund, kam kalu. Po, më fal, 4 fëmijët që të kanë jetuar, ku i ke lindur? Po, në Kruj. Po, në spitalin e Krujës. Në spitalin e Krujës.
kam lindë 2 fëmijë. Po? Njën vogël në kam lindë në Tiranë, Po? se më patën që për kruje urgjent për Tiranë, që je shumë smun, Po? mi fjallë, gocën e madhe më po shkruje. Pra, fëmijët i ke lindur në për spitale, kështu do bëj edhe me fëmijën e 2002 që ishte 9 muajsh? E bona pra ti ka ara. Po pra, e bërë ke ara, e kuptoj, dhe të mori nëna me karrocën e dorës. Këtë unë e kuptova, por do t'a bëje në spital, besoj ato fëmijë. Po, në spital kisha për shku. Po nuk lajmërove dikë që shtatzania jote është ndërprerë se të ka ndodhur këtu aksidente? As qendrën shëndetësore, as pamine fshatit, as Kam këtëm? shku më përshkrujem, kënë bosërum, kënë qo për kruj. 2002 më kanë... Po nuk lajmërove as mamine fshatit? Qendrën shëndetësore që... Po, që kishë, se kishim prej qendrës u shkatrove e Po me pra, pikërisht, kjo gjë jo e rregull, nga ana jote të ka quar edhe në këto probleme, duhet ta pranojmë këtë gjë. Orti që dë mu më marrë ke vërresim që të fëmijën muna. Jo, tu ke të drejt, kryetari por çështja komisionit është të kishe lënë e kemi gjurmë. na. As ka drejt bashkia, më ka thonë s'kam drejt me hy, as komuna nuk ka drejt me hy, as një. Nuk kena drejt ligji na me my, mu ke vërres. Ja ta dëgjojmë pak Jem avokate. 4 fshatra. Të lutem, Jem zonja 4 Angelina, fshatra. të kemi dëgjuar, ta dëgjojmë zonjën. Te ne nuk vepron as drejta zakonore dhe as drejta kishtare. Ne jemi me bazë ligjor, kemi thënë, dhe ke ne veprojnë ligjet. Kështu që gjitha varrime duhet të bëhen në institucionet e përcaktuara dhe në vende të përcaktuara me vendim nga bashkia ose nga komuna. Pra, nuk mund të thuash këtu që unë e varros fëmijën tim kudo që mua më jepet mundësia. Jo. Atëherë do shkosh në organet kompetente dhe kjo është një procedurë që do ndjekur direkte nga bashkia dhe nga komuna. Kjo është një neglizhencë edhe e komunës. Ke të drejtë, zonjë. Jo, s'kena drejtë se ka kryetari komisioni kishë, se nësët, a kryetari komisioni kishë. Ligji nuk të një fare Jo, një ligji. e kishës. Ke kisha nuk në ligji, më ka thonë Turbushi. Më ka thonë Turbushi. Ne njohim vetëm ligjin dhe fakti që gjithë komisione bëjnë këto dhe procedurat, kjo është problematika që ti sot nuk gjenë eshtrat e fëmijëve të këtu. Sepse nëse do ishi në varezat përcaktuara... Është e vërtet që mundet t'jenë hedhur në prua si që pretendon zonja, apo mund t'jenë zhvarrosur dhe mund t'jenë diku tjetër? Po Turbushi, se edhe më tha muna. Kjo mund të ndodhi çfarë do gjëne, nuk e dim kush i ka marrë, nëse zhvarrosur, nëse janë, apo s'janë këto kocka, nuk di të them. Po Turbushi, se edhe më tha. Por mund të ndodhi, absolutisht e kemi rastis dhe A mundet të gënjej zonja si pas edhe zotit Pjetër Vlashi që thotë foshnjët fetuset më tepër, kanë qenë 16-17 javëshe dhe asë njerë 8 muajsh edhe 9 muajsh? Tani nuk di të them këtë gjë, sepse ne kemi zonjën këtu prezente, cila konfirmon të gjithë procedurën që e ka ndodhur. A i referohet procesi gjyqësor, procesi gjyqësor thotë, kanë nxjerrë këto, po duhet ngjetur... Ku është bazuar procesi gjyqësor dashu, sepse do të bërë një ekzaminim nga një mjek kompetent, për përcaktuar, sepse po gjenden eshtra të kaq viteve, jo më të një fëmije, por duhet i kishte gjetur, nëse vërtet ekziston ky vendim gjykate, duhet lexojmë të vendim gjykate ku është bazuar gjykata që këto eshtra nuk janë të një fetusi 8 apo 9 muaj, por janë më pak. Më kupton? Kështu që për sa kohë që s'kemi një bazë, nuk di të them nëse janë kaq muajsh apo jo. Duhet kishte ardhur vendimi i gjykatës në qoftë se ka një të tillë. Në qoftë se ke, do mundohem ta telefonoj vetë zotin Pjetër Vlashi, ndoshta ka më shumë informacione për sa i përket edhe komentit që ti ke, do mundohemi pak të flasim me zotin Pjetër. Dhe më pas dua dëgjoj edhe versionin e Eksenës për sa i përket përjetimit të një nëne, sepse zoti Pjetër, përshëndetje edhe një herë. Jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur, që folëm pak më parë. Jemi duke folur në studio me avokaten edhe me psikologen dhe avokatja pyet për juve. Si është përcaktuar gjatë procesit gjyqësor mosha e fëmijëve të vdekur, e foshnjeve të vdekur? Se thej 16-17 javëshe. Nuk ka asë vendim gjykate se hetosi që ka pas mu ka shku ke autoriteti zoj. Po? Edhe ka marrë ata shkrimet. Po? Me qëta se ka dështuar e zoja. Po? Edhe ka hap libra, i ka thonë, fina, i ka thonë zonë me veti, i ka thonë, jo i ka thonë se s'kam qa me i pas thonë, se i cëpë mishë më falë për shprejnë, sa dhe kom ka qenë. Shiko, ndërkohë zonja thot kanë qenë 8 edhe 9 muajsh, jo, dhe i kam pasur aksidenti, kam lindur në mes të arës. Nuk di sa e ka po ato puna, po, unë thash në shparë, mas viti që thot ajo me i zojtë, mas të mohë në telefon, ka hy fatroma
në vitin 2011 që ka pastru vendin me fadron. Po pse, kjo është tokë e kishës, pse duhet ta pastron, da ishin varrezat e kishës? Ja, ka shumë përë, ka shumë... Pa i ke thënë që foshnjët e tua i kam hedhur në prua, zonjës? Nuk ka pas varrezat, o zoj. Jo, a i ke thënë që trupat i kam hedhur në prua, shko gjej. Si? Trupat i kam hedhur në prua, në kanal, i ke hedhur në kanal. Po, i ke hedhur në kanal, a ja ke thënë këtë gjë, zonjës? Po që qaj e mund? Jo, kjo është në kufite i pa imaginushme, së, në qofë se është bërë është jashtë njerëzores. Kam taku ke varrest. Kam taku ke varrest. Të kam takuar ke varreza, thot zonja Angelina. Zonja Angelina, edhe mund t'i flasësh, zotris. Zotria të dëgjon. Kam taku thuj ke varrest. Kam taku me ke thonë mi fjallë. Ma ke thënë ke varrezat, thot. Ma ke thënë ke varrezat. Që e kam thënë ke varrezat? Që fëmijët i kam hedhur në kanal. Kusht ka fut mrejna më rëthim, thuj? Kusht ka fut më rëthim? Qiko, djemë të tezës tuaj, a janë në një konflikt përësie me zonjën, dhe ata i kanë thënë që po hakmeremi në përmjet varrit të djalit? Ja. Benit. Qiko, po ndërko, pse bashkia e Krujës dhe kryetari bashkisë e Krujës, zote Artur Bushi, deklaron që varri i djalit tënë nuk dë bëhet e mbylle? E mbylle, se... E mbylle. Gjithsesi, zotëria, ndoshta është edhe në proces pune, por të gjitha këto janë pa imagjinueshme çfarë ka ndodhur. Në fakt, thamë, përsa kohë që nuk kemi një vendim, ku ne të përmbahemi, nuk dim çfarë versioni të marrim për bazë të zonjës apo të zotërisë. Sepse edhe zotëria nuk është bashkëpunues për të deklaruar të vërtetën e tij, por dy dëshmitë të cilët janë dhënë përballë njëri tjetrit nuk kemi mundësi të vërtetojmë. Pra zonja konfirmon dhe thotë që i ka thënë që ka mbledhur eshtrat në kanal. Por kjo është fjala e saj kundër zotërisë dhe ne nuk kemi mundësi për ta verifikuar si gjë, dhe çfarë të marrim për bazë. Gjithsesi, gjithë problemi është që dëgjon ato eshtra, zonja duhet drejtohet. Është pak e vështirë. Shumë e vështirë. Nëse në 2011 sipas zotit tjetër pas ka shkuar Fadroma dhe pas ka zhvarrosur edhe varret të tjera. Ke Fadromi kam qenë unë. Ka Fadrom ka marrë shtëpia në Restajoni, le ta dëgjoj. Si ka thonë në Restajoni. Pra ti ke qenë prezent kur ka qenë Fadroma. Ka marrë shtëpia, kam qenë prezent. Dhe Fadroma nuk ka lëvizur varret e foshnjëve të tua. S'ka vu dorë kërkun. Ana i gjallë shoferi. Si ka qenë. Zonja është dëshmitare. E kam dëshmitarin unë. Është mërqin. Ku ka bërë? Ja, ta mbaroj pak, zonja Angelina, qetëso. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë duhet thirret zotëria përpara organeve kompetente për të dhënë deklarimet e vërtetës dhe për të gjetur eshtrat e këtyre fëmijëve. Sepse zonja me të drejtën saj vjen si një nën kërkon fundit eshtrat ku të qaj këto fëmijë si për fatkeqësinë e cilën e ka ndodhur. Dhe nëse zotëria e ka bërë, kjo është pastaj një horror, sepse të marrësh eshtrat i hedhësh diku për të varrosur fëmijën tënd, domethënë as kjo nuk mund të bëhet sado e dhimbshme. Tjetë fakti që ai ka një fëmijë që cili ka vdekur, por nuk e justifikon për veprimin cili ka bërë që ka hedhur këto eshtra në kanal nëse në vërteta është gjithmonë kjo. Mirë, përpara se të kaloj tek Eksena dhe për mënyrën se si ti e përjeton, se të shikoj, domethënë, shumë aktive në gjithë shka dhe thua me zemër edhe me shpirt. Zotëria tha që gjatë procesit gjyqësor ti ke shkuar në spital. Aty janë kërkuar gjithë dokumentat e tua momenti që ty të ka ndodhur aksidenti, pra dështimi. Ato thonë që foshit kanë qenë 16-17 javëshe. Pse ke shkuar në spital? Ti ke lënë gjurmë pra në një institucion. Se të pyeta pak më përpara, ti thua jo, as jam vizituar as njëherë. Nuk kam emër kuni. E në përbile, unë e kam shkrujt emrin, kërë kur kam shku me lindë, unë e kam katë fshati, më katë gjenë. Fshati. Këtë emër e kam... Po atëre, pse spitali dinte ditën, datën dhe kam përlogaritur 16-17 javëshe? Edhe si kur t'ishte kështu? Pse? Pse është bërë kjo? Unë nuk e di pse kanë shkrujt që ashtu. Pa, ke shkuar ti në spital apo jo? Orë kam shku në spital, po, kruj. E ke qinume me date, me ore, me gjitha. Jo për lindjen, për aksidentet, për këto 2 fëmijët që ke varrosur. Për 2 fëmijët, jo ne kam bom kruj. 97 ne kam bom kruj. Ashtë ora gjitha si kam bom fëmijën. Se sa kanë shkrujt ata. Po ti the pak më përpara që kam ndodhur në arë. Jo, kam bom 2002 në arë. 2002 kam bom në arë. Po. Unë e kam të spitali tjetërin, si kam shku urgjencë. Po. E kam në të jo, s'monë, mi fjallë më kanë qomë kruj, mi fjallë e kam bo më spital. Pra, fëmija parë ka qenë 16-17 javësh. Fëmija parë, e kam bo 97, e kam bo kruj.
E kuptoj. 2002-shin unë e kam po kjo. E ke bërë në E shtëpi. ne kam qo. Më kanë qo më përshkruj. I pari ka qenë 8 muaj. Më kanë qo. A i 97-ës ka qenë 8 muaj, apo jo? Po. 8 muaj ka qenë një... Ama spitali ka shkruar tjetër gjë gjatë procesit gjyqësor. Në gjykat ka quar tjetër gjë spitali. Orë që i kanë shkrujt vetë, i kanë bo vetë dokumentat, kush pyt, nuk më ka mu përqit punë. Qysh 8 vjetë, Ndërsa për asën fëmijën e 2002-shit ka qenë 9 muajsh. Gjë, ka qenë ta kalzeni si të fjallë. Jo, të luta, më Ditën e duhet po- kaloj fjallën mirë, të këzonja. vazhdo, mirë, Më duhet vazhdo, kaloj. Eksena, vazhdo. e shikoj që keni debate me njëra tjetrën, diskutime, mund themi, orientime, që t'jemi edhe sa më të sakt për atë që do themi. Çfarë ju shqetëson për të... është pak konfuze zonja në gjithë shka që thot, po? është e vërtetë, e besojmë eksperiencën e saj dhe ato çfarë tregon. Sigurisht ne kemi eksperjenca që gjërat ndryshohen dhe ndryshohen për një arsye dhe sigurisht kemi kuptuar që ai që është më i fortë, më artikuluar, që ka mundësi dhe pushtet e bën edhe faktike nëpërmjet gjyqit dhe do doja të kuptoja nëse ky ndryshim i moshës, sepse gjithsesi çfarëdo moshe apo muajsh kanë patur këta fëmijë, thjesht ideja që ti po lëviz dy fëmijë, kjo është e rëndë. Çfarëdo muajt kanë patur. Po interesosh në kontekstin ligjor nëse ndryshimi i muajve justifikonte çështjen e zhvarrosjes, pra për të gjetur një hapësirë ndoshta ligjore. Dhe kjo është ajo çfarë të çudit dhe të emocionon edhe rënd, sepse zonja tha që për arsye akmarrje, për arsye inati, për arsye tokash, krijohen eksperiencë të tilla njerëzore. Pra, djemt shkojnë në burg dhe vërtet këtë gjë deri diku e besoj që krijohen kushte, pra në vëndet e vogla dhe në vëndet me specifikat të caktuar në raport me marrëdhënien e ligjit dhe idenë se kush dominon më shumë, sigurisht që krijohen kushte që ajo çfarë thot zonja të mos besohet sepse ligji apo mënyra se si përgjigjen njerëzit në dokumenta mund të jetë e ndryshme dhe kjo e bën edhe më intensive emocionin e zonjës dhe reagon me ato lloj intensiteti emocional ndaj padrejtësisë. Unë e kuptoj për treguar forcën dhe dominancën dhe gjithë shka që ti po komenton dhe të falenderoj shumë se është një emision shumë specifik dhe duhet jemi të kujdesshëm se kemi të bëjmë me një fëmijë 14 vjeç edhe me 2 foshnje të cilat nuk i përcaktojmë dot sa muajsh kanë qenë. Por edhe nëse ka qenë 16-17 javëshe, thua ti, përsëri ai ideja është koncepti është i njëjtë. Koncepti është i njëjtë dhe nuk ka rëndësi se çfarë ndodh me fetusin apo edhe me foshnjen. Dhe prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Kjo dominancë mund kaloj kufin të imagjinatës që pikërisht në këtë varr duhet fëmia im dhe jo fëmijët e tu? Se kjo është lufta. E vërtet e viz dhe kjo justifikohet me cilësinë e inatit apo të çfarë tha zonja me hakmarrjen. Pra nuk është një koncept i ri për ne, çështja e hakmarrjes, deri ku shkon niveli i hakmarrjes dhe sigurisht që ka disa baza emocionale të cilat thot zonja. Ne e thamë të drejtë në fillim, pra që është një zonjë që edhe sot në normalitetin tonë e kemi shumë të vështirë të imagjinojmë një grua e cila i bën të gjitha, që shkon deri muajin e fundit e shazanis, shkon për të ndërtuar një të ardhme deri diku për fëmijët e tjerë. E bën edhe sot, ë? Pra do të thotë që është një zonë që në të përditshmen e saj lufton maksimalisht, të cilën ne e kemi pak të vështirë për të kuptuar që sot në këtë kohë një zonjë në fshat është kaq ekstreme në mbrojtjen e të drejtave të saj dhe të fëmijëve të saj. Edhe 61 vjeçë shkon çdo ditë në Arë, në punë të fshatit. Dhe kjo luftë e përditshme nuk të jep mundësinë që të jesh informuar, të artikulohesh mirë dhe të mbrosh të drejtën tënde që një moment mund të shohë që edhe mund të ta marrin këtë lloj të drejte. Po hakmarrja po vazhdon tek brezat e tjerë, tek fëmijët. Dy djemë të zonjës, të cilët i ka beqarë në shtëpi dhe kanë përjetuar gjithçka të nënës apo edhe të familjes, disa herë kanë përfunduar edhe në përburgje, në për policira. Pra janë krijuar, zonja tendoi të tregonte që janë krijuar situata për të fajsuar djemt e zonjës dhe për të avancuar niveli i kërcënimit. Pra që çfarë do të bësh ti, pra ka një sens hakmarrje, krijohen situata tek fëmijët e tu, do të thotë që çdo lloj situate që është krijuar te zonja është bërë për t'i ulur kokën dhe për të rënë pre e kërcënimit. Po jemi në 2025-ën.
Sa do të ullësh kokën edhe sa do të tregosh forcën dhe dominancën, bëhet fjalë për varre. Nuk mund të jemi kaq njerëzor. Numrat me sa duket nuk e lëvizin mendësinë që është në Shqipërinë. E lëviz thjesht mënyra institucionale. Pra nëse ne do jemi të vërtetë si institucione dhe nuk do ndikohemi nga presioni për të ndryshuar dokumentat, për të krijuar situata të kësaj natyre, sigurisht jo 2025, apo dhe vite më përpara të shkojmë në këtë lloj mendësie të mbetemi. Pra, ishtrat e atyre foshnjeve nuk dihen se ku kanë përfunduar, por kemi edhe varrin e një 14 vjeçari që nuk është dinjitoz ashtu si edhe varret e gjithë njerëzve që largohen nga kjo botë. Kemi shkelur kufin njerëzor, e thënë kështu, përveç aspekteve ligjore, kemi ne me akmarrjen tonë, me inatin tonë, shkelim edhe kufin njerëzor. Pra, kemi një familje në vajtim, por kemi edhe familjen tjetër, që nuk ka një varr dinjitoz të birit, sido që tjetë. Vërtet e ishtrat e 14 vjeçarit janë atë varr, por nuk mund të bëjnë asgjë si për tokës për ta kujtuar 14 vjeçarin. Dhe janë të rriturit që asë ëngjëjt në tokë nuk po i lënë rahat për mendimin tim. Patjetër që janë të rritur dhe mënyrën se si e zgjidhin, dhe nëse nuk ka mirë kuptim dhe dëshirë për të mirë kuptuar, sigurisht as ligje, as dhe të tre janë ëngjëj, të tre janë fëmijë. Është e vërtet. Të tre janë fëmijë. Dhe asnjëri nuk reflekton nga palët. Kjo është edhimshme, në gjithë të situatë kjo është edhimshme. Sepse mungesa e funksionimit të institucioneve, duke edhe kjo lënja, ne nuk kemi kompetencë, pra e bashkisë apo pjesës lokale, nuk kemi kompetencë, ndërkohë që aty është bërë një proces, dhe ai procesi ka patur një lloj funksionimi, një lloj rregulli, sepse sigurisht që ka praktika që në ambientet e kishës ndodhin dhe, po themi, procese të kësaj natyre, pra por gjithsesi e rëndësishme nuk mund të lësh pra dy njerëz në konflikt me njëri tjetrin dhe të justifikosh me faktin që ti nuk është në përgjithësim tënde. Unë shpresoj që ditën e sotme ky emision të ketë hedhur hapin e parë, të shikojmë çfarë do ndodhi pas emisionit, të gjitha rrugët ligjore që Gjeni Londo, avokatja jon, ja drejtoi zonjës Angelina, por edhe sensibilizimin që bëm nëpërmjet këtij emisioni, çdo institucion të marrë përsipër përgjegjësitë e tij. Kemi të bëjmë me tre ëngjëj, me një 14 vjeçar që ka ndruar jetën në 2017, edhe me dy foshnje që nuk arritën të gëzonin qoftë edhe një ditë të vetme, një foshnje 8 muajsh dhe një foshnje vetëm 9 muajsh në vitin 97 dhe 2002 fëmijët e kësaj 61 vjeçare që kemi të ftuar në këtë studio. Ju falenderoj të dyave që ju kisha në këtë studio, zonja Angelina, ju falenderoj që të kisha në këtë studio. A ke një thirrje të fundit, një apel të lutem? Pse Pjetër Vlashi nuk e futi ke vllai vet, ke nana, ke baba, ke gjyshe, 80 metra larg, ka vene atje. Pse se futi pa erdha futi në vend tem të rrethuar rreth? Ta kamon Pjetër Vlashit. Dhe unë shpresoj që Pjetër Vlashi ta ndjekë apelin e fundit. 80 metra larg e ka nanën, babën, vllahën, gjyshin e në ka vend prap atje. Pse se futi atje pa erdha ma futi me natres. Ditën e martë për djalin Pjetër Vlashit, djali im mu ka rraf. Djali ati, që i thanë, Gjinë Sajonit, dy vllazit, djali ati Mirash Sajonit, mund ka rrap djalin, ditën e martë në orën 4 gjithë masditje. Edhe njerë, unë falenderoj. Për varres, atu zjatë për ditë. Edhe unë sumë dalë, fali djeli, më kanë thonë do të vrasim. Mirë. Unë falenderoj që ishe prezent në këtë studio, edhe pse të kishim paralajmëruar unë edhe kryeredaktoria të mos përmendje emrat e personave që nuk janë të ftuar në këtë studio. Unë më duhet të përkoj një minutë. Mua më duhet në këtë fund emisionit kërkoj ndjesë për gjithë këta emra që ti përmende, të gjithë këta zotrinj të nderuar, në qoftë se duan të përballen me zonjën Angelina se i ka përmendur emrin në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, jam e gatshme t'ju mirëpres një për një të gjithëve. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Mos harroni të jepni mendimin dhe opinionin tuaj në lidhje me temën e ditës. Na gjeni në Facebook dhe në Instagram, emisioni Me Zemër të Hapur, aty përveç komentit të temës së ditës. Kjo është faqja jon e Facebookut, automatikisht kalohet edhe në faqen tonë të Instagramit. Ju mund të denonconi rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje, keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fix dhe atë celular, mund na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger, me një redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord, ndërkohë të gjithë ju që nuk keni përdorues e rrjeteve sociale apo dërgoni letrat tuaja, mund t'i nisni në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot dhe këtë histori tronditse mund ta ndiqni
pas pak të hidhur në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkëndajmë këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.